بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdërojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamet ja dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit xhalla shanuhu shpjegimet nga veprat e zemrës, se që neve në disa derse kemi folur rreth frikës ndaj Zotit xhalla shanuhu si veprë e zemrës, me të cilën adhurohet Allahu xhalla xhalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Gjithashtu dhe sot me lejen e Zotit do i shpjegojmë disa ngjarje se si krijesat e Zotit ja kanë frikën Zotit xhalla shanuhu, në mënyrë që neve si musliman marrim mësim dhe t'ja kemi frikën Allahut të lartësuar, sepse çdo njeri që ja ka frikën Zotit, ajo është i dobishëm për veten e tij, është i dobishëm për familjen e tij, është për rrethin e tij dhe për gjithë shoqërinë të cilën jeton. Allahu xhalla wa ala në Kur'anin famlart, të dashur vëllezër, na sqaron se si edhe gjërat e ngurta ja kanë frikën Zotit. Lero mo krijesat e gjalla, sigurisht që është njeriu, e sigurisht që janë xhenet edhe me lajket. Po edhe gjërat e ngurta, sigurisht që janë dronjet edhe gurët, ja kanë frikën Zotit xhalla xhalal. Allah i lartësuar thot në Kur'anin famlart në surën Al-Baqara: "Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma, wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah." Ka thot prej gurëve që nga frika nga Zoti xhalla wa ala yatafajjaru minhu al-anhar, burojnë lumej prej tyre nga frika që ja kanë Zoti xhalla wa ala. Guri del uji prej tij nga frika prej Zotit xhalla xhalalu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma. E ka prej tyre që qahen prej frikës së Zotit dhe prap del uji nga ta. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah. Dhe ka prej gurëve, thot Zoti, që rroknehet nga kodra pa prek askush min khashyati Allah, nga frika nga Zoti xhalla xhalalu. Guri i cili je duke vozit veturën, rrokulliset kodrës dhe del përpara, ulema e Islamit thonë nuk rrokulliset vetëm se nga frika ndaj krijuesit të gjithësisë, që më mbledh na krejt këtu, ndoshta nuk mundi me lëviz nga vendi, ai nga frika prej Zotit xhalla ala bie te poshtë. Domethënë guri si guri nga njëherë është më i butë se sa zemra jonë. Guri është më i butë se sa zemra njeriut. Për arsye se del uji prej tij, qahet dhe del uji prej tij, rrokulliset nga kodra, nga frika prej Zotit të tij, ndërsa zemrat tona ju bën më të fortë se guri. Më të fortë se guri. Për këtë edhe Zoti thotë ka prej zemrave që janë më të forta se guri, sikur don me lavdru gurin më shumë se zemrat e njeriu. Sepse s'ja kanë frikën Zotit xhalla xhalalu. E një zemër që s'ja ka frikën Allahut, ajo është më e fortë se sa guri, edhe pse është prej mishit. E Allahu xhalla ala po na tregon dhe po na mëson që edhe gjërat e ngurta ja kanë frikën Zotit, e lera mo krijesa tjera. E lera mo krijesa tjera. Të dashur vëllezër, Allahu xhalla wa ala na tregon që edhe kafshët ja kanë frikën Zotit. Jo vetëm gjërat që janë të ngurta, sigurisht që janë gurët edhe dronjet, po edhe shtazët, edhe shpenzët ja kanë frikën Zotit xhalla xhalalu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, të cilën transmeton Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, انه قال: ما على الوجه الارض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مسيخة حتى تطلع الشمس شفقة من الساعة إلا ابن آدم. Nuk ka thot krijesë
Ma ala al-wajh al-ardab, nuk ka krijesë në sipërfaqen e tokës. Prej kafshëve dhe shpendëve dhe insekteve dhe të gjitha, që ditën e xumas nuk ja kanë frikën Zotit Gjelle Gjelaluhu dhe janë të friksuara dhe të trishtuara ditën e xumas, për shkak se ditën e xumas bëhet kiameti, illa ibn Adem, përveç birit Ademit. Hiç gale se nga këtë punë, që ka më bëhet kiametas, që ka më dalë para Zotit as. Hiç bre. Dhe çdo kafshë, çdo insekt, çdo shpez, kur vjen dita e xumas friksohet shumë nga Zoti Xhallahu Ala se mos më bën kiamet e ato duke qenë gjallë e çysh me dal para Zotit Xhallahu Ala. Ja kanë të gjitha frikën Zotit përveç birit Ademit, përveç njeriut, që s'ja ka frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra dhe krijesa tjera ja kanë frikën Zotit, e lërë njeri që duhet me ja pas frikën Zotit. Allahu Xhallahu Ala pasi që na i shpjegon që edhe sanet e ngurta, po gjithashtu edhe krijesat të gjitha ja kanë frikën Zotit, na tregon që edhe melajket më të afërta të Zotit, melajket më të afërta të Zotit ja kanë frikën Allahut shumë. Allahu Jalla wa Ala thot: "Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun." Ja kanë frikën Zotit të tyre melajket, i cili është mbi ta, wa yaf'aluna ma yu'marun, edhe i kryjnë urdhrat me përpikmëri që Zoti Jalla wa Ala i urdhra. Pra më së shumti që ja kanë frikën Zotit janë melajket, krijesat më të afërta të Zotit. Atë sa më shumë njeriu e njeh Zotin e tij, i ka frikë më shumë, drohet më shumë, për arsye se e njeh më shumë, e din se sa ka rahmet, po e din se sa ka dënimin e rrallë. E melajket ja kanë frikën Zotit. E njeriu si njeri du të marrë ërnek dhe model prej melajkeve, prej njerëzve të mëdhaj të umetit, prej pejgamberëve të cilët ja kanë pas frikën Allahu Xhalla Xhelaluhu. Sepse me këtë vepër të zemrës adhurohet Allahu Xhalla Xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kem treguar që kur është ngrit në Miraj, Xhibrili alayhis salam nuk ka guxuar me të i kalu një vit që ka pas fundin që ka guxuar me shku më tepër. Dhe pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam thotë kur ju më afrua dhe e kum pa Xhibrilin anash mbrapa meje, sikur se hastër, sikur se segjade i shbon nga frika ndaj Zotit xhallahu ala. Segjadja që ne falemi të. Kush? Xhibrili alayhis salam. Krijetari i melajkeve, numri 1 i melajkeve. Atë shumë ja ka frikën Zotit xhalla shanuhu wa taqaddasat asma'u. Pastaj vjen me radhë pejgamberët e Zotit, njerëzit më të dashur të Allahut. Atë shumë ja kanë frikën Zotit të tyre. Saqë Allah azza wa jalla i lavdron në librin e tij Fisnik, ku thot innahum kanu yusari'un fil khairat. Për pejgamberët e tij thot kanu yusari'un fil khairat, kanë shpejtu, kanë bërë gara në vepra të mira. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu bi ayatina khashiyin wa kanu lana khashi'in. Thot Allahu azza wa jalla për pejgamberët, na kanë lutur neve, ju lut neve mes frikës dhe shpresës. Wa kanu lana khashi'in, edhe vetëm Zotit thot ja kanë pas frikën fort. Kush? Njerëzit më të dashur të Zotit, më të afërt të Zotit, pejgamberët e Zotit. Pra shkoni me radhë se si ja kanë frikën krijesat Zotit xhallahu ala, duke fillu nga gjërat e ngurta, nga të gjitha krijesat, nga melajket më të afërta që janë të Zotit, nga pejgamberët që janë njerëzit më të afërt me Zotin, ja kanë frikën Allahut azza wa jalla. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të dashur vëllezër ka thënë në një hadith: "Wallahi inni la a'lamu billahi wa ashadduhum lahu khashya." Do të jam njeriu që më së miri e njeh Zotin xhallahu xhallahu. Nuk ka njeriu që e njeh Zotin më mirë se unë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. La a'lamuhum billah, më i miri që e njeh Zotin jam unë, wa ashadduhum khashya. Edhe njeriu që më së shumti ja ka frikën atij. Nuk ka njeri në faqen e tokës që ja ka frikën dhe ja ka pas frikën Zotit më shumë se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Saqë Aisha radiallahu ta'ala anhu
i thot, ose sahabët i kanë thonë, ja Rasulullah, qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Thot, po të shohim të ne gjithmonë, jo shumë i buzëqeshur, jo shumë i gëzuar, ndërsa Allah thot i ka falë të gjitha gjunat, edhe të kalumet, edhe të ardhmet, edhe ti ki xhenetin e sigurt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka përgjigj, ka thënë kayfa an'am wa sahibu al-qarni qad iltaqama al-qarna. Ka thënë si të kënaqem kur Israfili alayhis salam e ka bë gati surin me i fry për mu bë kiamet. Kush? Israfili alayhis salam, melajka e Zotit. Istama al-idhn meta yu'mar. Edhe është duke prit urdhrin kur me bë kiametin. Yu'maru bin nafkhi fayanfakh. Është duke prit kur me bë kiamet, çush mo kënaqet. Kur e di që ka më bë kiamet, ku me dal para Zotit xhalla wa ala, ku me llogarit për veprat e mira, ku me vënë përgjegjësi për të gjithë umetin, ku me qenë dëshmitari të gjithë pejgamberëve, ku me qenë dëshmitari të gjitha umeteve. Kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju kanë aj kam duke fal namaz nafile. Kam të ti ju kanë aj. Aisha radiallahu anha thotë, oj dërgumi Allah, mere vetën pak me të mirë. Allah ti ka falë të gjitha gjunat. Ti po rrin dër natën duke falë, të kanë aj kamt. Ka thonë, e fela kuna abdan shakura. Ka thonë, a nuk do t'jemi rob falendërues dhe i Zotit xhallahu ala. Kur e ka po një red të rëzez duke ardhur në Medinë, krejt njerëzit janë gëzu që po bjen shi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është friksu. Është friksu. Ka thonë, Aisha ka thonë, i dërguar me Zotit, njerëzit po kanë myshde që ka me rashi, po tha, kanë njerëzit myshde. Ana ume kam dëro që është dënim, sepse sa populli, Allahu xhallahu ala e ka dënu me shi, e ka dënu me re, e ka dënu me vërshime, e ka dënu me bubullim, e ka zhduk nga faqja e vet. Kush më i dashur i Zotit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu më i afërt i Zotit, ja ka pas frikën deri në këtë formë Zotit e tij. Dikush për besimtarë më thonë, po mirë, ba e ka qenë pejgamberi Zotit. Ja e me ja pas frikën Allahut, ja s'kush tjetër. Me lajket, ja to me ja pas frikën Zotit, ja s'kush. Më të afërt atë Zotit. Ka histori të ndryshme prej muslimanëve të cilët ja kanë pas frikën Allahut. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ne i kemi model dhe duhet të i kemi model se si me ja pas frikën Zotit xhalla xhelalu. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Një ditë prej ditëve i ka thonë fëmijët vet, djalit vet, ka thonë wallahi prej shtetit e ku marr një gjybe. Prej shtetit e ku marr një gjybe, edhe një deve që milet, edhe një punëtor. Merri thot shpejt, shko thot te Omer ibn Khattabi çoja, ti shpërndan, ti kthen te vani i tyne, sepse kam frikë nga Zoti xhallahu ala që ku më marr përgjegjësi për to. Kaç kanë qenë që ja kanë pas frikën Allahut azza wa jall. Kur ka hyrë në namaz, nuk është dëgjuar Ebu Bekri duke këndu Kur'an nga e çajt me atij e madhe që ka pas gjatë namazit të tij. Ç'është dëgjuar? As shumë ka çajt në namazin e tij. E ka pas dro një gjybe që e ka marrë prej shtetit, një gjybe, u ka kretar shtetit. Një gjybe që e ka vesh. Një deve e ka vënë në uvëzit me to. Me shkuet mi kry punt e shtetit ka qenë. Edhe një punëtor që ka thonë mi kry puntit, i ka thonë, jo, shko kthej me një ktheja se kom drot të Zoti xhallahu ala. Amaja ka besu Allah në Zogjel, e këta tonë nuk e besojnë Allah. Këta tonë nuk e besojnë Allah në Zogjel. Nuk besojnë ta kur gjahëq. Ta nuk besojnë kur gjahëq. Këta besojnë veç të gjepi i tyne. Të gjepi i tyne, edhe si mërzunja një tjetën. Ta smenojnë asë për shtetë, asë që kanë me dek, asë që kanë me dalë para Zotit xhallahu ala. Ta jo një gjybe, po këta me mujtë gjysën e dalë me vizore. Me pas një pluk që shkon 800 metra fell e këshin do. S'kan frikë dhe i Zotit ta. Nuk e din që kanë me dalë dhe më marë përgjithësi.
nuk e din që me dalë para Zotit xhallahu ala është çështje e madhe. Kanë më marrë në përgjithësi për çdo çindrat që shkon poshtë në këtë vend. Për çdo cent që e çojnë poshtë në këtë vend, kanë më marrë në pyetje dhe kanë më dhënë përgjithësi, kanë më dhënë llogari te Zoti xhallahu ala. Ta se din këtë punë. Edhe as dojnë me ditë këtë punë. E Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, një gjybe e ka pas, një deve e ka pas, një punëtor ka dhënë kthej ma shpejt, sepse kam frikë të Zoti xhallahu ala nesër kur dal ditën e gjykimit. Kam frikë të Zoti xhallahu sha'nuhu. Omer ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhu, khalife i muslimanëve, atë shumë ka pas frikën Zotit sa që dy vije e ka pas në fytyrën e tij çat shumë që ka çajt nga frika nga Zoti xhallahu ala. Atë shumë ka çajt nga frika prej Zotit xhallahu xhelalu. Dy vija i ka pas në fytyrën e tij. Lot të tij sinal kur nga frika ndaj Zotit xhallahu xhelalu. Prej kujt prej Omer ibn Khattabit i cili pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe për Abu Bekrin, edhe për Omerin, edhe për Uthmanin, edhe për Aliun, ka thonë këta kanë xhenetin të ecë në dynjë, sigurt. Sigur xhenetin e kanë pas. Megjithatë atë shumë ja kanë pas frikën Zotit xhalla xhalaluhu. Saqë Omer ibn Khattabi ka thonë me bovakia, më ndodh që një dele ose një deve me thy kamën në Irak, unë kam droqë që Zoti merr në përgjithësi nesër ditën e gjykimit, pse nuk ja kam shtruar rrugën edhe i kanë thy kafshë këmbët e tyre. Një dele me thy kamën kam droqë që nesra kam o marrë në përgjithësi para Zotit xhallahu xhelalu. Ka dalë natën i ka shikuar çështjet e popullit. Kush është duke qenë i uritur, kush ka nevojë për ushqim, kush ka nevojë për mbështetje, natën me gjybe, mos me ditë kërkush kush është. Edhe me këshyr çështjet e popullit nga frika ndaj Zotit xhallahu xhelalu. Sepse e ka ditë që ka më dhënë përgjithësi për këtë punë. Mi udhëheq dikon është çështje e madhe, nuk është kollaj. Prandaj edhe ka pas frikën Zotit xhallahu xhelalu. Saqë kur ka lexuar ajetet e Kur'anit, kur e ka lexuar fjalën e Allahut azza wa jalla në surën Tur, inna adhaba rabbika lawaqi', me të vërtet dënimi i Zotit tënd ka me ardhur. Kur e ka lexuar këtë ajet Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, është smun. Një muaj nuk është çu nga shtrati. E kanë vizituar njerëzit. Një muaj s'është çu nga shtrati. Për shkak frikës ndaj Zotit që inna adhaba rabbika lawaqi', dënimi i Zotit tënd ka me ardhur. Dënimi i Zotit tënd ka me ardhur. Edhe një muaj kanë ai të shtrutë kanë vizituar njerëzit sepse e ka ditë që ka me dalë para Zotit xhallahu ala, ka me dhënë përgjegjësi dhe ka me qenë prej atyre që ka me llogarit hall sepse i ka udhëheq musliman, i ka udhëheq një popull. Nuk ka krahasime mes tyre njerëzve dhe tyre tonëve që këta njerëz ja kanë frikën Zotit xhallahu ala dhe e bin popullin deri në këtë drejtë që do të thonë mos më pas frikën Zotit xhallahu ala, me quë parën publike poshtë, me quë shtetin poshtë, vetëm për interesa të tyra personale, sepse s'ja kanë frikën Zotit, e prej veprave zemrës është frika ndaj Zotit xhallahu ala. Frika prej Zotit xhallahu ala që e sheh që edhe gurët rregullisen nga frika ndaj Zotit, edhe të gjitha krijesat ja kanë frikën Zotit, edhe melekët më të afërta ja kanë shumë frikën Zotit, pejgamberët më të dashur të Zotit ja kanë frikën më shumë të Zotit. Sahabët e Rasulullah, të cilët xhenetin e sigurt, prapë ja kanë pas frikën Zotit xhallahu ala. Uthman ibn Affani, khalife i Rasulullah, ka kalu ka varret, nuk ka mujt me qëndru pa qajt me orë të tëra tek varreza. Kryetar vend. Pasunik multimilioner i kohës së tij. E ka dhonë sadaka që as vetë i se din sa ka dhonë. Me miliona ka dhonë sadaka. Prapë se prapë ka qajtë si kur fëmija, kur ka shku ka varezat, veç ka kalu ka varezat. është nalë ka qajtë se e ka di që një ditë ka me shku në të. Ka me shku të kato një ditë. Ka qajtë si kur se fëmiju, me orë, të këvarezat. Deri sa njerëzit e kanë qetsu, ka dhonë. O, khalife, o, kryetari musliman. Thonë, qetso, pak mere vetën e të mirë. Jo, ka thonë. Ka me ardhë dita që kena milon kretë me shku të Zotit xhallahu ala, po qysh po shkojnë atë Zotit? Pyetja është,
qysh po shkojnë atë Zoti xhalla xhelali. Për këta njerëz Allah azza wa jalla kanë ngrit në piedestalet më të larta, ku ne sot i mësojmë historinë e tyre dhe du të jenë model për ne edhe për rinin tonë, edhe për ata që janë përgjegjës për diçka, për ata që udhëheqin dikën, me qenë njerëz të cilët ja kanë frikën Zotit. Sepse kur pushtetin e merr ignoranti, pushkën e merr kriminali, nuk ka hajër, s'ka bereqet, kaosi është pastaj më prioritet se sa qetësia. E kur pushtetin e merr njeriu që ja ka frikën Zotit, edhe pushkën e merr ai që ja ka frikën Zotit, edhe lapsin e merr ai që ja ka frikën Zotit, ai s'bën krime. Ai nuk bën krime. Ai sjell rënd, qetësi, rregull, të cilët pastaj ja shohin harin individi, shoqëria, vendi ku ne jetojmë. Këta du të me qenë shembull për besimtarin. Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu, dashur vëllezër dhe përfundojmë, sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka shumë për të vazhduar inshallah ta'ala, thot ka çojt shumë Ebu Hurajra. Ka thonë, o Ebu Hurajra, ka thonë, pse po çon ti shoku i pejgamberit, ki ibadet shumë, ke transmetuar hadithe shumë. Po thot, ana la abki ala dunyakum hadhihi. Wallahi thot, s'po çoj për dynjan që bela. Kur i ka ardhekja, ka thonë, s'po çoj për dynjan që bela për shkak të Zotit. Walakin abki ala bu'di as-safari wa qillatu zadi. Ka thonë, po çoj se udhëtimi është i gjatë, a përgatitet i kanë pakta. Udhëtimi për të Zotit është i gjatë, me shku deri te xheneti i Zotit është gat rruga. Ama unë mall kom pak. S'kom naft me veti shumë, benzin s'kom, lem gjysë të udhës, këtu e kom dronën. Prandaj dashur vëllezër, këta do të më qenë modeli i muslimanit. Si ja kanë pas frikën Allahut azza wa jall. Dhe për këtë, kur ja kanë pas frikën Zotit, ka qenë gjithçka në rregull, edhe shteti ka qenë në rregull, edhe populli ka qenë në rregull, edhe të gjithë kanë qenë në rregull sepse secili e ka marrë veten e tij që ka më dalë para krijuesit gjithësisë dhe më dhan llogari duke lutur Allahun xhallahu wa ala që na bëj për këtyre besimtarëve që përvetsojnë këto vepra të zemrës frikën ndaj Zotit. Do të vazhdojmë inshallah taala në dersën e radhës për të bërë disa shembuj të tjerë se si njerëzit e mençur ja kanë pas frikën Zotit dhe kanë punuar për të mirën e tyre, për të mirën e shoqërisë, për të mirën e vendit duke lutur Allahun azza wa jalla që na bëj për tyre. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.